janar të vitit 1941, ajo që njihet me emrin Deklarata e Kombeve të Bashkuara, nga 26 përfaqësues zyrtar të vendeve që kishin shpatur luftë fashizmit, ishin pushtuar dhe që luftonin. Shqipëria nuk hyri në këto 26 vende, dhe këtu duhet të jemi objektiv, sepse u pengua nga Britania e Madhe, u pengua nga Winston Churchilli dhe nga ministri i tij i jashtëm i kohës, të cilët letrat që u dërgoi mbreti Zog, për i të së vërtetës, mbreti Zog u dërgoi letra në cilat kërkonte që të përfshihej Shqipëria të merrte pjesë në këtë konferencën e Washingtonit dhe ta nënshkruante deklaratën e Kombeve të Bashkuara. Zogu këtu ka mbajtur qendrim shumë drejt, sepse i dërgoi edhe Rooseveltit letër, i dërgoi dhe Churchillit, dërgoi dhe Stalinit, sepse nuk donte Winston Churchilli, nuk donin britanikët, nuk donin, ata rezistuan. Dhe madje është e njohur edhe dokumentuar që Roosevelti në 12 janar të vitit 1942, në një darkë që është mbajt në shtëpinë e bardhë, që ka dhënë ai përnder të Churchillit dhe të miqve të tjerë të ftuar atje, u bëri thirrje aty, bëri pyetjen, pse nuk është Shqipëria këtu? Pse Shqipëria nuk e ka nënshkruar deklaratën dhe me njerë ndërhyn diplomatët e Departamentit Shtetit dhe mbajtën shënim dhe ai u tha të gjendet përfaqësuesi i Shqipërisë dhe të vi këtu të nënshkruaj deklaratën. Madje u tha, më duket se e kemi një përfaqësues. E kemi, nuk e dinin ata që Faik Konica kishte rreth 3-4 javë që kishte vdekur. Ishte në Washington, po nuk kishte më ministër fuqiplot, sepse ishte shkarkuar. Dhe Departamenti i Shtetit... Ne përfaqësoheshim nga Italia. Po, Departamenti i Shtetit i bëri dy nota projekte Rooseveltit dhe ja çoi në tavolinë. Në njërin ku ai e ftonte mbretin Zog që të vinte të nënshkruante deklaratën e Kombeve të Bashkuara dhe zyrtarisht Shqipëria do të njihej si aleate, dhe në tjetrën në cilën me një formulë diplomatike refuzohej nënshkrimi nga mbreti Zog i kësaj deklarate. Dhe këtu ishin anglezët që këmbëngulën dhe që ky presidenti Roosevelt u detyrua për para anglezëve, nuk mund të mbështeste Shqipërinë. Po përse e arsye, gjithmonë pyetja përse, cila është arsyeja? Nuk do të harrojmë që britanikët në këtë kohë në Ballkan mbronin interesat e Greqisë. Kështu që është Greqia... E kisha si pyetje retorike, në fakt se... Të gjitha çështjet, mos harrojmë që është koha që ka filluar lufta italo-greke, është në kulmin e saj, dhe po ashtu këtu ka një moment shumë interesant. Dhe dihen dhe lidhjet e familjes mbretore angleze me... Kishin marrë Shqipërinë e Jugut, kishin hyrë forcat greke në Shqipërinë e Jugut. Praktikisht kishin marrë atë, ta ashtu quajturin Vorje e Pirë. Hitleri i dërgon nëpërmjet ambasadorit gjerman në Spanjë ka bërë dhe ofertë qeverisë greke të kësaj kohe që praktikisht nëse do të përzinte nga ujrat e saj territoriale flotën britanike, pra që ishte aty, qeveria gjermane nuk kishte asgjë kundër pra Hitleri që të mbante dhe jugun e Shqipërisë që ata tashmë kishin marrë. Do thënë, një ofertë që ishte shumë, do me thënë se në fakt dhe për Greqinë, por jo gjithmonë politika vendos në fushë luftimi, vendosin armët, kështu që ishte një ofertë e cila nuk realizoi dot plotësisht. Okej, në duhet shkojmë një prerje shumë shkurtër publicitar, por mos u largoni menjëherë, do të ndjekim një material të rrallë, themi ka dalë në shtypin shqiptar pak vite më parë, që flet pikërisht për këto ditë të prillit 1939 dhe për ato të premte të zezë kur Shqipëria u pushtuar nga italianët, por jo pa rezistuar. Rikthehemi pas pak.